Banorët e fshatit Çorav në Pogradec kanë protestuar këtë të martë në qendër të fshatit. Shkak është bërë arrestimi 27 vjeçarit Kevi Muçllari pas një debati që ai pati një ditë më parë me këshilltarin e Partisë Demokratike Engjëll Shyti. Banorët kërkojnë lirimin e 27 vjeçarit pasi sipas tyre brenda ambienteve të Këshillit Bashkiak është provokuar nga këshilltari i Partisë Demokratike. Dalë në mbrojtje të djalit tonë të fshatit. Sa për djeni ta din të gjithë. Ai është djali më i mirë i fshatit tonë. Djali me shkollë të lartë dhe mua dhe sot nuk mbushet mendja që ta bëja ju atë veprim. Bëj thirrje autoriteteve ligjzbatuese. Ta lirojnë një orë më parë sa të jetë e mundur. Se nuk ka pikën e kusurit. Kam qenë prezent në mbledhjen e kaluar të bashkisë dhe po çuditem sot kartonat e kuq u ngritën pro jeshil. Dhe nëpërmjet kamerave që kanë televizionet, nëpërmjet rrjeteve sociale që kemi parë, është provokuar nga anëtar i Këshillit Bashkisë të Pogradecit. Kemi dalë në protestë për djalën tonë që na i marrë kot fare me llaf, na i kanë futur në burg. Për arsye se aty në mbledhjen e Këshillit, neve duke parë që tërë Këshilli votovi pro dhënies të tokave me qira, në Terezi e sipër neve tham ato që dushim thënë se detyrimisht edhe neve u presionuam pak a shumë nga gjithë ato avazhe që u bën atje në mbledhjen e Këshillit. Të lirohet ai djali tonë që kanë marrë kot. Se si ka ndodhur atje në bashkit, unë nuk e di, si këta kanë qenë në mbledhje, unë nuk e di. Dhe për tokat t'i ruajmë. S'ka faj djali. Djali është e provokuan, e bën edhe mbrojti veten e tij. Ditën e hënë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Pogradecit 19 këshilltar votuan për vendimin për dhënien me qiratë një sipërfaqe prej 35 hektar, ndërkohë që 35 hektar të tjera i kanë lënë kullot për banorët e fshatit. Ky vendim nuk është pritur mirë nga një përfaqësi e fshatit ku ka qenë i pranishëm edhe 27 vjeçari Kevin Muçllari.